Në duar më shoqëron albumi më i ri me foto nga ajri i Kosovës. Kosovo from the Air është albumi që fotoreporteri i ajrit Alket Islami ka sjell tani më në duar të gjithë atyre që duan ta kenë. Është në të gjitha libraritë, është në Kosovë, është në Shqipëri, mjafton që ta shfletoni për të ndjerë më mirë, më bukur dhe më krenar për bukuritë që ka Kosova. Alket, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Vi gjithmonë me kënaqësi këtu në shtëpinë tonë të madhe të Vëshën. Është kënaqësi që të kesh gjithmonë në studio, sepse sa herë vjen ke gjithmonë diçka të bukur për të sjellë. Normal, vim me pjesën tjetër të punës tonë, me pjesën e botimeve, pra jo këtë pjesa e sportit. Pjesa botimeve këtë herë vjen me Kosovën nga ajri, volumin 1, normalisht është një punë 3 vjeçare që filloi. U kurorëzua para 1 muaj me mbylljen e, domethënë me daljen 3 të albumit, ku pritet ky album shoqërohet edhe me një promovim të madh që do të jetë në muajin shkurt. Shmenduar në Kosovë, paktën ato ditët e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. Edhe vetë koncepti i Kosovës nga ajri, volumi 1 është 99 foto, pra i kemi përshtatur Pse 99 është një simbolik kjo? Kemi përshtatur vitin 99, vitin e pavarësisë Kosovës. Kështu që volumi 2 do jetë me 100 foto. Me 100 foto. Normalisht është një album që është gjithë përfshirës, pra ka natyrën e Kosovës bashkë me trashëgimin kulturore, sepse trashëgimia kulturore sigurisht që zë një vend shumë të madh atje. Janë ndërthurur mirë të gjithë kultet, që shumë e rëndësishme, kemi qenë shumë kujdesshëm aty, kultet qoftë regjionit muslimane, ortodokse apo katolike. Ka një raport të gjithë feve aty dhe të gjithë pjesës tjetër pastaj të natyrës, si kemi bërë një përshtatje, një balancim të Kosovës, ku mendojmë që volumin e dytë pastaj do kemi një skanim më të madh të natyrës së Alpeve. E ke menduar edhe volumin e dytë? Absolutisht, po dhe do jetë shumë shpejt. Mos themi që këtë dimër, presim që bora që ka rënë tani të jetë sa më eficiente në pjesën e skive të Brezovicës, do jemi atje për të filluar fotografimin e pjesës 2 të albumit, ku është menduar që të jetë pjesa turistike më tepër se sa pjesa e trashëgimisë kulturore. Ke pjesa e trashëgimisë kulturore, sigurisht kemi futur shumë element këtu. Edhe shpjegohen, a? Është e gërshetuar dhe me shpjegimin e fotografive të vogla dhe me pjesën në hartë, se ku ndodhet, po, geografike se ku ndodhen, po. Dhe pjesa tjetër është dhe një penë shumë efikase e Edi Shukriut, e një studiuse dhe një pedagoge shumë të nderuar në Kosovë të arkeologjisë dhe trashëgimisë kulturore. Si e kanë pritur në Kosovë, Alket? Me thënë drejtën, kjo u bë 2 javë që është në treg. Se u besoj që duhet jetë një dhuratë shumë e bukur. Dhuratë është dhe do shikojmë si do jetë ecuria. Normalisht përveç librarive në Kosovë dhe në Shqipëri, libri tani për momentin është dhe në rrjetet e shitjes online Amazon, dhe shpresojmë që të shoqërohet me një tur promocional në Europë. Të paktën në vendet ku ka një komunitet kosovar shumë të madh, siç është Zvicra apo vende tjera të Europës. Megjithatë, shpresojmë që kjo të jetë edhe një pasaport për tuaj që të njohin Kosovën. Është një promovim i mirë edhe i turizmit kosovar? Turizmi kosovar, me thënë drejtën, është në fillesat, e mendoj unë që është në fillesat e saj dhe po krijon bazat për një progres madh dhe për një eficiencë të madhe, të paktën ke pjesa e bukurive që kanë në malet e Sharit apo në Rugov. Ato kanë baza shumë të mira dhe është momenti që në Kosovë të ketë prurje turistash, sepse jam lënë që ku ka më mirë se Brezovica, të paktën për ski, që gjithë shqiptarët e kombit të mblidhen aty dhe të bëjnë atë që të ofron Brezovica, nuk të ofron Shqipëria. Sa të dashur për të realizuar këto foto, Alket? Normalisht... Tu dhe shumë kohë udhëtim? Ka qenë, këtu është problemi, aty unë gjithmonë kam qenë në udhëtim, por falë miqve të mi atje, jam djerë si në shpinë time, ato më hapën shpitë. Miku im Fadil Gërguri atje, shtëpia kull ati, se shuja që ja thoja unë shpinë kull, sepse pëlqente t'ja emëroja ashtu, e bëri e hapi për stafin tonë.
nuk ishte dhe aq e lehtë, sepse iknim dhe vinim gjithmonë, dhe më tepër dhe fotografimi në zona që problematike, ishte pak me siklet, por ja dolëm. Aty është fotografuar dhe pjesa e Mitrovicës Veriut, është fotografuar një liqen që është në kufi me Serbin, Ujmani i madh, Gazivoda që i quhet, dhe gjitha këto janë pasqyruar në album. Edhe kjo që ka një foto shumë domethënëse. Pazari i Gjakovës është një nga perlat që ka Kosova dhe qyteti i Gjakovës, po jo vetëm qyteti i Gjakovës, më tepër po të shikoni, po të shfletohet albumi, është fokusuar shumë Prizreni. A mund ta shfletosh mbase sepse e njeh më mirë Alketë dhe ndoshta do të tregosh diçka që di se ku ndodhet? Patjetër. Këtu normalisht është një fotografi shumë interesante. Kjo fotografia është marrë nga një lartësi prej 2300 metrash, ku është e gjithë Kosova në Mjergu. Dhe këtu jemi në portën Morina 2, pra në portën hyrëse nga Bayramsuri. Dhe nga këtu shikohet në të majt Rafshi Dukagjinit dhe gjithë zona e Kosovës, ku kulmon me Prishtinën këtu, sepse duket nga tymi i Hecit me Obiliçi këtu që ndodhet në sfond. Pra, Kosova normalisht në këtë lloj lartësie shikohet e gjitha, ka një sipërfaqe që shikohet me një shikim, pra ti mund t'i kuptosh skajet. Kjo është shumë interesante dhe kemi dashur të tregojmë pjesën më të lartë Kosovës, pra liqenet akullnajor, aty ku mbaron dhe vegetacioni, nuk ka më pemë, bimësi, pra flasim lartësi mbi 2000 metra. Kjo është nga liqeni Gjeravicës, që quhet, liqeni Zemër në Gjeravic, janë liqenet mbi malsin, mbi Elunikut, pra është një lartësi shumë e madhe, ku është vend për personat që bëjnë alpinizëm apo hiking. Shumë interesante, sepse kjo është pjesë e projektit madh të majave të Ballkanit, pra kemi një rrugtim të njerëzve që duan natyrën, dhe një shtektim nga Peja apo Gjakova, futen nëpërmjet maleve, kalojnë në kufin me malin e Zi dhe futen dalin në Çerem, në Dragobi. Ju ftoj që ta bëni dhe ju në pranverë këtë gjë, se është shumë interesante dhe kjo foto e tregon shumë qartë. Thua doja dalin banë? Nuk kemi dashur këtu të vendosin kufi, po normalisht tu kemi të bëjmë me pjesën e Shqipërisë, pjesa e Kosovës, dhe këtu quhet tribordi, ku është pjesa e kufirit Malizi, Shqipëri dhe Kosovë. Në Kratmajt kemi Pejën dhe kulmohet me rafshinat e Dukagjinit dhe me malet e Istogut në horizont. Në tregun kosovar ka pasur ndonjë album të tillë, ke informacion? Tregu Kosovës është tregu ri, ka se kjo është një vëmendje shumë e madhe që i kushtohet, individ që me pasionin e tyre dhe me punën e tyre, siç po bëjnë këtë, kanë bërë 2-3 botime që janë shumë të mirë në anë për mendimin tim. Ben Islami, një miku im i cili merret me ski dhe me hiking. Ai me aparatin e tij ka marrë një komplet një skanim të gjithë zonës malore, të gjithë malësisë Kosovës, pra ka bërë një skanim dhe i bën mirë sportit që ka dhe promovon komplet gjithë zonën e bjeshkëve, duke filluar që nga malet e Sharit, gjithë malësia Gjakovës, Pejës, deri në fund me Istokun. Mendoj që është një element i bashkohet dhe albumi Kosova nga ajri. Këto do jenë ato pasaportat që do shpërthejnë në botë. Mu vjen keq që albumi nuk doli përpara se të ishte konkursi ose votimi që Kosova pranoi në UNESCO. Mendoj që për t'i dhënë një mesazh gjithëve atyre, se kam pas shumë debate pse vure Xhamin në cover, kjo është në coverin e albumit. Mua më dha përshtypjen e një pikture, po në base edhe nga dritat që ka. Kjo më tërhoq, këtë fotografi e kam bërë para 4 vjetësh dhe të betohem nuk ju ktheva prap. Kisha mundësi t'i kthehesha prap, sepse më tërhoqi pam thënë njëri çfarë ndodhte në Ferizaj. Unë nuk e dija, ishim për punë tjetër në Ferizaj, që një aktivitet dhe duhet fluturon mbi qytet.
Kur shikoj një xhami dhe një kish, jetonin bashkë, një borë, dhe dielli mas ditës i kishte rënë të dyjave. Dhe nuk ka domethënie në fakt më të bukur sa kjo. Dhe më të roqë ajo dhe e prita në ajër derisa dielli shkoi dhe mbajti vetëm minaren, pra hiku nga pjesa bazike e dy kulteve. Dhe në atë momente kam shkrepur aparatin. Dhe kam nxjerrë vetëm një domethënie të madhe që këtu në Kosovë ka një bashkëjetë harmoni të madhe fetare, po dhe një harmoni të madhe në biodiversitet, se po me thënë të drejtën pyjet në Kosovë dallojnë pak nga pyjet që kemi ne, nuk shikon pyjet të prerë, unë këtë e kam dalluar atje dhe e shoh që në natyrë që ndryshon pak. Është të jep mundësi Kosova për të realizuar ato sportet e bukura të aventurës, apo e ka terrenin disi të vështirë? Ti kupton më shumë dhe e di më mirë këtë punë. Kosova normalisht është adapt për të bërë sportet e aventurës. Mungon vetëm pjesa e detit, pra nuk kemi sportet e ujit, por ama Kosova ka malet, të ofron mundësit pa fund për fluturime, një nga momentet më kryesore dhe më kulmore që ne si sport bëjmë aktivitet për bashkë kampionatin kombëtar bashkë me Federatën e Kosovës, është që malet atje t'japin mundësin që teknikisht të kryen aktivitete të jashtëzakonshme. Pra, në qoftë në fluturime, qoftë në aktivitete tjera si hiking apo ski, më thoni një vend më të mirë se Brezovica, thash, ku ta gjejmë që ne shqiptarët mos shkojmë në vende të tjera, po të shkojmë atje për të bërë ski, dhe është një resurs shumë i potencial, shumë i madh turistik afër Kukësit, pra me pak kilometra atje arrin në një vend që mund të marrësh maksimumin e borës, apo aktivitete tjera siç janë pra përveç hiking dhe pjesa e kanotazhit apo rafting në lumet që kanë ata. Pra ka shumë mundësira apo vizitat, mos themi për turizmin historik, që qoftë një vizitë në qytetin e Prizrenit apo qytetin e Gjakovës, të mbush me emocion, por mbi të gjitha nuk duhet haruar që këtu në album nuk isha se si mos ta fotografoja dhe epopenë e lavdishme të asaj që derivoj në... Unë të doja shumë të regjeje dhe foton e Mitrovicës nga ajri, nëse do e kishtë Mitrovicës mundur pa tjetër, po sigurisht ne kemi, nuk kishtim se si mos nxirrnim dhe edhe pjesën e familjes Jashari, ku të zonës ku është bërë dhe drama, pra vrasja e gjithë familjes Jashari, e kemi gëshetuar bashkë me foto tjetër, është nga i njëjti kënd, jo shtëpia, por aeroporti me emrin e Adem Jasharit, apo dhe fotografi të tjera të zonës aty dhe Mitrovica. Mitrovica, e cila kam qenë deri momentin e fundit me anksin se KFOR-i kishte nuk po na jepte drejtën për të fluturuar atje. Dhe ishte... E morët në fund, pa? Sigurisht e bëm, sepse nuk ishte... Më ngeli në mendje një fjalë që më dha zëvendës Ministri Ekonomisë dhe Tregtisë atje, cili më tha, të lutem Malkesa, nuk mund ta... Ai ka qenë kryetari i Bashkisë Mitrovicës. Nuk mund ta kuptoj sa një album Kosovës sa pa pjesën tonë veriore. Normalisht, kjo është ajo ura e famshme, ura që është ndarë në dysh për fatin e keq, thëmë pjesa e jugore, ku ne mund dalim dhe nga ana tjetër, pa problem, sepse një urë tjetër është shumë funksionale, po këto janë në thojza zona që janë të ndaluara. Megjithatë, kjo është një pjesë e Mitrovicës. Kjo është një pjesë tjetër e qytetit, është një karakteristike e ndërtimeve këtu. Apo dhe kjo është xhamia e re më e madhe që është bërë në qytetin e Mitrovicës, është një investim i ri i kohëve të fundit. E gjitha kjo i shërben edhe pjesës atje normalisht, sepse... E kemi gjetur mbështetjen në Kosovë? Kosova normalisht kam... U hapën dyert kam qenë me dyert e kujt?
dyert në përgjithësi të atyre që ju keni trokitur për të marrë lejen për të realizuar të gjithë këtë Ajo ka qenë normalisht pjesa e lejeve ka qenë problematike, shumë se këfori, sidomos me problemet e fundit që pati Kosova në nivelin politik, bllokoi gjithë hapësirën ajrore dhe koqidoi keq që momenti i bërjes së autostradës së re, asaj unazës madhe të Prishtinës që shkon drejt Ferizajt, u bllokua. Pra, u bllokua hapësira ajrore dhe mezi kemi gjetur një mundësi që bëm fotografimet e asaj zone. Apo zonave tjera. Nga dëshira dhe nga pasioni për të realizuar. Nuk ishte e pamundur që mos ta linim pa realizuar, sepse është një nga zonat që ja vlen, sepse është tamam progres dhe tregon infrastrukturën që atje po rritet. Ky është liçeni që nuk do e kisha parë kur. Është një liçen që është mbi Mitrovic, rrugës për në kufin me Serbin, quhet Ujmani apo Gazivoda. Është një liçen sigurisht artificial, por është shumë i madh, në nivelin 850 metra mbi nivelin e detit, ku frekuentohet në verë nga plazhistë. Domethënë është një zonë shumë e virgjër që më bëri përshtypje. Sigurisht që këtë e fokusuam. Dhe mbi të gjitha është vënë një fokus i veçantë dhe manastirit të Deçanit. Është një manastir që është folur shumë për të, për historinë e tij dhe për ruajtjen e tij, ku është pjesë kryesore e Edhe një pyetje shumë naive kam unë anket i përpunon fotot apo je besnik i fotove të gjalla që bën? Fotografia është sidomos me lëvizjen, me fotografimin në manual, me aparat, është pak fare, domethënë thjesht pastrime dhe rregullime, po këto janë siç kanë dalë nga aparati, me ngjyrat dhe me intensitetin janë zgjedhur ditët më të mira për t'i bërë, të paktën pjesë të kultit. Për aq kohë sa keni qëndruar në ajër për t'i realizuar dhe për të pritur. Ka qenë koha e nevojshme me lejet e përkatëse që kulteve, pjesëve të jo fotografive rutinë, po fotografive që janë plan detaje të konceptuar në letër, sigurisht që t'i marri maksimale. Këto janë fotografi pothuajse reale, siç janë shkrepur. Dhe mi gjitha janë të shikimi shumë e rëndësishme e Kosovës. Alket, unë dua të të përgëzoj për këtë punë kaq bukur që ke bërë, jam e sigurt dhe të gjitha ata që janë duke na ndjekur në ekranin e televizionit shqiptar, por nga Kosova, që janë të shumë dhe unë dua të çoj një përshëndetje, një përqafim shumë të madh, janë duke të falenderuar sepse ke ditur të sjellësh shumë bukur, shumë gjallë të gjithë kulturën, artin, historinë e Kosovës në një album me vetëm 99 foto. Kosova është vendi ynë, Kosova akoma ka barot në ajrin që cili po pastrohet dita ditës. Ne si ekip kemi një slogan kështu personal, poshtë kufiri imagjinari i Morinës, sa arrim ta kuptojmë akoma. Megjithatë, ky do i shërbej Kosovës për promovim sa më të madh në botë, të largohet sa më shumë emri i Kosovës dhe unë jam në punë që të realizoj dhe albumin e dytë. Dhe jam shumë krenar që t'ja udhëroj juve. Të falenderoj shumë. Këtë libër, si... Shumë falenderit. Edhe është kënaqësi vërtet që ta kem pjesë të bibliotekës sime dhe uroj shumë që të kem shumë shpejt, sikurse the dhe e premtove, në programin Mirë se vjen për të promovuar sërish gjëra të tjera apo kaq bukura mbi gjithë albumin shumë dashuri. Këtë coverin po duhet shiqja gjaketën se e ke në shqip në pjesën e brendshme Kosova nga ajri. Kjo është për të prezantuar në botë Kosovo from there, po Kosova nga ajri ja për të prezantuar bukur dhe në Shqipëri dhe shqip. Alket, falenderoj që ishe me ne. Falenderoj dhe unë dhe suksese dhe komplimenta për ngjyrat e studios. Faleminderit, ja thënë nga syri një profesionisti që merret me fotografi është shumë e bukur. Ne do të ndajemi këtu, do të mbylljen e programit, jeni të lutem, vjen pak në ndihmë? Se më keni lënë vetëm sot, keni gjithë ditën. Jo, mos të lash vetëm. O Iva. Urdhro. Dgjoj, kur ma mbylli mikrofonin çat bëjun? Ç'të bëjun? Kërko të ta hapi mikrofonin. O je Alket, o Alket. 5 çan. A nuk folja dot as me Alketin sot, po si je mo Alket, si je? Unë kapedanin e kam parë gjithmonë bardhëzi dhe tani po habitem që është një me format ndryshe. Ne vetëm me ngjyra, Alket. Është vetëm me ngjyra. Dgjoj Alket. Po. Mua ti je shqiponja e Shqipërisë, ta di për gjë. Jo, ne jemi
Kaq po them. Mos na çojt lart, na ul pak poshtë. Thash për mua, ç'ke, për mua. Ka shpen tjerë prap eficient. Nuk ka problem, thash për veten time, për shijet e mia. Bravo qoftë dhe shumë komplimente për punën që ke bërë. Të jam mirënjohës, edhe kështu duhet të jenë të gjithë. Thënë nga ty Sulo, është kompliment shumë i madh. Jo ta them me sinqeritet. Jo, dhe unë them me shumë sinqeritet, se ti nuk pëlqen kurrë asgjë dhe prandaj po të them. Është vërtet, edhe shumë bukur. sa herë them E mbyllim se më E mirë mbyllë tani ç'do bëjmë. Do zjemë.